Meqense femëria im fillon prej një fëmije I cili ka lind pas 24 vite martesë të prindve, një fëmijë I cili ka qenë tërësisht I izoluar prej mosës, rrethit me arsye nga më të ndryshme, duke filluar nga ideja që një fëmijë I cili është I vetëm, nuk ka vllazën edhe motra tjerë, krijon një përshtypje që duhet të ketë një kujdes maksimal ndaj tij. Femëria vazhdon pastaj me pjesën ku nuk e qenë mjaftueshëm I mirë për të tjerët, me arsye që unë kam qenë një individ dhe një person që jam rrit me prind të moshës mallore. Mosha mallore tyne ka kriju dhe kufizimin tem për me pas një liri të plotë me individet me fëmijë tjerë, me kriju një farë shoqërie të përbashkët me ta. Kjo është kthy shpeshherë edhe në që e quaj unë një lloj bullizimi I pavetdijshëm I individëve ndaj meje, ndaj rrethit, ndaj mënyrës se çu kum jetu une, ndaj formës së cilën kum vendos me jetu edhe në formën që kum vendos une me u shkollu gjatë pjesës të shkollimit, ka qenë sfidë në vetvete ku asnjë prej nxënësve, asnjë prej moshës cilët ne I përkasin nuk kishin gatishmërinë që të më involvojnë brenda grupit tyne. Shpeshherë mbaj mend fundin e klasës ku kam qëndruar vetëm, pa një shok banke që secili do I shrit me idenë e tillë. Jam kriju, po në atë kohë nuk kanë qenë që unë I kum marrë si të mirëqenia, meqense unë nuk e kum ditë se çka konsiderojnë bullizim në atë kohë. Pastaj është qasja e mësimdhënësve ndaj meje, meqense unë kam folë me një ton jashtëzakonisht ulët, me një person I cili ka qenë jashtëzakonisht I sjellshëm edhe I urtë në bankat shkollore, ka kriju edhe një pretekst negativ tek unë. Meqense shumica nuk më kanë trajtu mjaftueshëm mirë gjatë pjesës shkollimit, ky ndryshim ka sjell në fakt një periudhë jashtëzakonisht gjatë, një periudhë që ka ndikuar edhe në rezultatet e mia të shkollimit, meqense nuk kish me ideja që profesorët kanë me të kuptu ty pse ti nuk po flet, po kanë me të paragjyku pse ti nuk je I mirë në rezultate. Ndoshta unë kam qenë I mirë në rezultate, po kam qenë qatë që kum folë me një ton njerëzakonisht ulët, sa që nuk më kanë kuptu çka unë kum desh me paraqit. Kjo ka qenë edhe një formë që atëherë nuk e kum kuptu se çka nën kupton. Këtu janë situata që vazhdojnë me përcjell gjatë gjithë jetës. Po, si pasojë e çkafit e ke ndje veten si të bullizum? Ndoshta vetëm që ke folë me një ton më të ulët, apo ndoshta ke pas mendime më të ndryshme se të tjerët edhe nuk je përshtat? Mendoj tash, nëse I kthehem retrospektiv, mendoj që shumica tyne kanë bullizu me faktin që më kanë konsideru që janë në një ambient, në një botë krejtësisht ndryshe prej atyne që I përkasin ata. Ata kanë dashur me qenë më I gjallë në kuptimin që ne e thojmë si popull, me qenë më atraktiv, me qenë më inkuperueshëm në grup, kurse unë kam qenë person I cili për shkak të kalumës edhe për shkak të rritjes me prind edhe mos pasjes vlla dhe motër ma ka kufizu jashtëzakonisht shumë mënyrën se çush unë jam shpreh, mënyrën se çush unë kam jetu. Pastaj gjatë shkollimit unë jam ulë veç mas në bankë shkollore, meqense secili ka refuzu veç ndonjëherë ku mësimdhënësit edhe atëherë mësuesi ka detyru me ulë me mu. Pastaj kjo ka kriju një farë bindje që për shkak të pamundësive të mia për shkollim, pamundësive të prindve të mi me qenë jo I dallueshëm pi tjerëve, ma ka kriju një farë ndjenje që ju krejt e përjetojnë dhe ju krejt e kanë ndjenjen e tillë, një ndjenjë përjashtimit, ndjenjen që ti nuk je pjesë e shoqërisë, nuk je pjesë e rrethit, edhe ti duhet me qenë I vetëm edhe I veçuar për secilit veprim që ata bën. I vetmja inkuperim që mu më kujtohet gjatë shkollës ka qenë kur të gjithë vendoseshin me u largu prej orës mësimore, kurse unë rezistoj sa me u largu. Kjo ka qenë një ndër arsyet ku ata kanë kriju një komunikim bazë me mu, edhe nuk më kanë arrit me më kuptu në fakt performën që unë e kum zgjedh me jetu. Kjo ka zgjatë deri në shkollimin e mesëm, pastaj pi shkollimit mesëm kum kalu në një person ekstrovert, po kum kalu për arsye që kum fillu me mendu ma thellë, kum fillu me mendu jo më si fëmijë, kum fillu me u ndje në atë fazën e hershme të pjekurisë,
ku secili individ ka fillu me kuptu më ndryshe qasjen. Kur e fillova dhe studimet, fillova me mendu që jo çdo karrik është personale, jo çdo ku mendu më shumë në aspektin se çush e kum trajtu këtë çështje, edhe nuk e kum konsideru më që tavolina dhe karrika është personale, duhet me lëviz. Kjo ma ka kriju qatë thyrjen e partë barierës që kum pas me veten, edhe me krejt sistemin cilën jam rritë dhe jam shkollu. Kjo më ndikon ende në fakt edhe në mënyrën se çush unë e komunikoj tash, ka raste ku për shkak të m'vjen keq me u shpreh me një ton më të lartë, unë filloj me fol me një ton shumë më të ulët, ose në raste tjera unë filloj me fol me një ton më të lartë, ku realisht nuk po du me fol me një ton më të lartë. Është edhe një problem i bartë në fakt edhe tani. Rom, a mendon që krejt kjo të ka penalizu tek rrethi të shoqënia e shkollës për shkak se ti, siç e theke më herët, je rrit me 2 prind, nuk e pas asnjë vëlla, asnjë motër, edhe mund të themi ke pas mendime më të pjekura, edhe për këtë arsye nuk je përshtat apo thjesht gjithmonë ke mendu ndryshe nga të tjerat? Absolut, mendoj që mendimet e mia në raport me shkollimin kanë qenë më të përvetësume, mënyra se qysh unë e kum përcaktu, mënyrën se qysh udhtoj brenda qiti shkollimi ka qenë krejtësisht ndryshe prej individëve tjerë. Me qenë se individët tjerë në ato pak kujtime që i kam të mira brenda shkollës fillore dhe shkollës mesme, pastaj universitetit, kanë qenë jo të mira në kuptimin që secili prej individëve ka kriju një farë përshtypje që duhet me konë jashtë rrethit, jo më jashtë klasës, po jashtë rrethit. Më kanë konsideru ndoshta ndonjëherë edhe që nuk jam i përshtatshëm, ndonjëherë edhe që kam probleme me veten, kam probleme me rrethin, kam probleme me familjen, kam gjëra të tilla, kanë kriju një nivel të lartë paragjykimit ndaj meje. Kurse tash kur diskutoj me disa prej tyre nuk më njohin me mënyrën se qysh unë e kum transformu veten. Kum arrit me kalu prej një introverti, një personi i cili mendoj që kam qenë i shtypun pa dëshirën tëm, mendoj që kam qenë i bullizum pa dëshirën tëm, kum kalu në një person i cili ka mendim, spaku edhe elaboroj mendimin tëm. Mendoj që secili prej individëve që kalojnë faza tilla duhet me fillu me punu me veten e tyne, duhet me fillu me dalë për qësaj comfort zone që quajmë ne, qësaj zone ku ai ndjehet i burgosur brenda saj. Duhet me kalu për qiti mendimi edhe me vazhdu në një dimension tjetër, me vazhdu në një formë tjetër tjetesës. Sa ka qenë vështirë për ty me shku në shkollë dhe mos me pas një shoqëri, një shok, edhe gjithkohën tulesh një bank të qëndrosh vetën. Sa ka qenë vështirë për ty edhe sa ke pas vullnet, motiv për me shku në shkollë? Në fillimet e shkollimit kanë qenë, nëse i kthehem retroperspektivë dhe mundohemi gërshëtu ndjenja që kum pas në atë moment, kanë qenë tjerëzakonisht vështira. Kanë qenë pavullnetshme, po detyrueshme. Kjo ka qenë mënyra se qysh unë kum funksionu, me qenë se kum pas një qëllim dhe disa gjëra që prindi gjithmonë mi ka këshillu dhe ma ka jep një lloj edukate që shkollimi ka rëndësi primare në jetë, pastaj vijnë gjëra tjera, karakteri, formime tjera, po shkollimi ti formon gjitha nëse ti je i gatshëm me ndjek rrugën e dijes edhe me ndjek rrugën e mirëfillt të shkollimit. Kjo ka qenë një ndër arsyet, ka qenë e pashmangshme, është tani ku i rikujtoj, shpeshherë i rikujtoj ato situata më bajnë mu ndje keq, edhe pse i kam një moshë mallore më bajnë mu ndje jashtëzakonisht keq, për arsye që gjatë procesit, secili prej neve ku e ka një sfidë caktuar, një problem caktuar, mënyra se qysh i shtyn ato procese është më pak e dallueshme se sa ku je në një moshë mallore dhe ku i menon ato procese se si ka ndodhur. Thjesht mendoj nuk i paragjykoj asnjënin prej aty, ne mendoj që jem kanë nxënës dhe nuk kem arrit me pas mendim tonin të fortifikuar dhe nuk kem pas një mendim të saktë rreth çështjes. Kjo i ka bën fakt secilin me paragjyku pastaj. Secili në shkollën fillore ka pas idenë që duhet me qenë bashkëpunues në çdo tentativë tyne, ndoshta edhe tentativë jo të mirë, siç është lëshurja orëve të mësimore, që për mua nuk ka qenë tentativë e mirë, por për ta ka qenë tentativë grupore, që unë jam përjashtu. Pse se ke provu në raste të tilla derisa ata e kanë organizuar gjithë me lëshu orën për me mendu që nëse edhe ti do ta bësh një gjë të tillë, ata do të pranojnë shoqëni. A ke menduar ndonjëherë? Absolut, asnjëherë ku mendu që duhet me qenë i drejtë dhe i bashkuar kornizat edhe në rregullat mësimore brenda shkollës fillore dhe të mesme, po asnjëherë që unë duhet mi u përshtat rrethit. Kjo më ka bartë edhe mendimet edhe tani,
Unë mendoj që ndoshta ndonjëherë ka mendime të argumentueshme, po që janë të kundërt masës, janë kundër një grupi të caktuar që mendojnë njëjtë, po unë kam argumentet edhe mendimet e mia që mendoj që duhet më mbrojt. Secili individ që ma kundërshton të kundërtën normalisht që pajtona me to, pajtona me mendimin tina, po nuk mendoj që duhet me u bashku sa atëherë kemi të bëjmë një mendim kolektiv, nuk kemi mendim individual më. Dhe secili prej neve kemi kur mendimi është kolektiv, atëherë ti je inkuperuar në mendim, nuk ki mendim tonë, thjesht mendimi është gjithë përfshirës, edhe tani krejt përfshihen në çat lloj mendimi.